Jezusi i Nazaretit bekon princin e Ematis, mbretin e shqiptarve, terrorin e turqve dhe mbretin e Epirit. Një gjë interesante. I vërtet i kësaj përkrenareje u zbulua vetëm kohët e fundit, sepse zbërthimi i saj ishte një rebus i vërtet. Sepse ne kemi si material prove vetë helmeten, dhe kuptimi i saj i vërtet, domethënë ajo që simbolizon, u zbulua nga një koleg gjerman, profesor Franka nga Munichu. Dhe këto të dhëna kombinohen me disa dokumente të nxjerra nga arkivet e Milanos, që tregojnë arkipeshkvin e Durrësit në oborrin e Milanos në vitin 1464. Ky ishte viti kur duhet të kishte filluar kryqëzata. Dhe njëri prej dokumenteve flet për një dhuratë që duka i Milanos, Francesco Sforza, i ka dhënë arkipeshkvit të Durrësit. Ai i dhuroi pjesë armaturash edhe armë, edhe ka shumë mundësi që helmetat të ishte pjesë e kësaj dhurate. Dhe po të kombinojmë provat, ka shumë mundësi që përkrenaria të jetë porositur në fillim të viteve 1460. Edhe kjo konfirmohet gjithashtu edhe nga analizat e historianëve të artit. Ne e dim që përkrenaria u prodhua në Italinë e Veriut pikërisht në këtë kohë. Pastaj, po t'i kombinojmë të gjitha provat, kjo histori fantastike dhe interesante e Skënderbeut si Aleksandri i Ri edhe Skënderbeut si mbreti i Shqipërisë dhe i Epirit bëhet jashtëzakonisht të mundshme. Në këtë përkrenare shohim një kontrast interesant elementësh të krishterë dhe para të krishterë. Unë kam folur më parë për elementin para të krishterë të kokës së dhisë me brirët, dhe në përkrenare kemi edhe një mbishkrim që po ta lexosh shkruan Jesus Nazarensis, principi Emathia e regi Albanorum, terrori Ottomanorum, regi Epirotum Benedikt. Jezusi i Nazaretit bekon princin e Ematis, mbretin e shqiptarve, terrorin e turqve dhe mbretin e Epirit. Një gjë interesante mbi akronimet e përkrenares është se në latinisht, apo më shumë edhe në italisht, që është shumë e ngjashme, gërmat shqiptohen imperatore. Në latinisht do t'ishte imperatore, fjalë që ka disa kuptime shumë të rëndësishme, një prej cilave është edhe kapiteni i përgjithshëm, udhëheqës apo general. Jezusi i Nazaretit bekon princin e Ematis, mbretin e shqiptarve, terrorin e turqve dhe mbretin e Epirit. Një gjë interesante. Jezusi i Nazaretit bekon princin e Ematis, mbretin e shqiptarve, terrorin e turqve dhe mbretin e Epirit. Një gjë interesante. Jezusi i Nazaretit bekon princin e Ematis, mbretin e shqiptarve, terrorin e turqve dhe mbretin e Epirit. Një gjë interesante.